Mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizionin 21. Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka refuzuar si të pabazuar ankesat e lëvizjes vetëvendosje kundër rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve. Konkretisht, PZAP-ja ka njoftuar se e refuzoi si të pabazuar kërkesën e LVV-s për të anuluar rezultatet e votimit me post për LDK-n gjithsej 18.933 vota dhe që këto të hiqeshin nga rezultatet përfundimtare. Po ashtu refuzoi ankesën për manipulim të votave ndaj PDK-s, ku LVV-ja pati pretenduar se në vendvotimet në Skenderaj, kandidati i PDK-s, Bedri Hamza, në shumicën e vendvotimeve ka marrë deri në 100% të votave, gjë që e kishte quajtur të pamundur. Përkundër mungesës së votave të nevojshme, lëvizja vetëvendosje shprehet e bindur se do ta formojë qeverinë e re, ndërkohë zyrtarët e PDK-s kanë konfirmuar për televizionin tonë se kanë nisur bisedimet për një bashkëpunim opozitar për krijimin e qeverisë. Njohësit e rrethanave theksojnë nevojën për krijimin sa më të shpejtë të institucioneve të reja. Në katrahuren e qëndrimeve kundërthënëse të zyrtarëve të partive politike, të cilët ende nuk kanë treguar gatishmëri për të filluar zyrtarisht negociatat për krijimin e qeverisë së re, Albria Nagavci nga vetëvendosje shprehet e bindur se Albin Kurti do të jetë kryeministër edhe për një mandat. Por kur pyetet nga Radio Televizioni 21 se ai ka vetëvendosje votat e nevojshme për krijimin e qeverisë së re, ministrja që edhe kësaj radhe ishte përngut dha këto përgjigje. Ja, a është e gatshme vetëvendosja me kriju qeverinë e re? Vetëvendosja natyrisht si fituese e zgjedhjeve do të krijojë qeverinë e re. Me kënd do të bani bashkëpunim? E rëndësishme është që qeveria do të jetë udhëhequr nga vetëvendosja dhe nga kryeministri Kurti. Keni votat e mjaftueshme? Zënë ministre, keni votat e mjaftueshme? Do t'i kemi. Vetëvendosje është duke llogaritur në votat e 10 deputetëve të minoriteteve jo serbe, por deri më tash vetëm 7 prej tyre kanë konfirmuar se mbështesin Kurtin. Të paktën kështu i ka thënë televizionit ton bashkëpunëtorja e Kurtit, Emilia Regjepi, nga Partia e Re Demokratike. Ndërkohë, partitë opozitare akuzojnë vetëvendosjen se qëllimshëm po zvarrisin krijimin e qeverisë së re në mungesë të votave për një gjë të tillë. Deputetja e zgjedhur e AAK-s Time Kadria i shprehet e bindur se qeverinë e re do ta krijojë bloku opozitar nëse gjejnë një gjuhë të përbashkët politike. Tash po shihet se qëllimshëm po gjen arsye me zhvarritjen duke bërë ankesa edhe ndaj KQZ-s, edhe ndaj krejt procesit në mënyrë që ta zhvarrisin procesin dhe unë mendoj që arsyeja e vetme është se këta nuk i kanë numrat për formimin e qeverisë. Ne kemi thonë qartë, të gjithë në deklarata që kemi pasur kemi thonë qartë që ne si aleancë jemi për formimin e qeverisë nga bloku opozitar që ka qenë. Ndërkohë, ish deputeti i PDK-s Gjavit Haliti përjashton mundësinë e bashkëpunimit të kësaj partie me vetëvendosjen. Aktualisht, Partia Demokratike është kundër koalicionit me vetëvendosje. Kundër LDK-s dhe kundër AAK-s nuk është, por problemi është që në qoftë se bëhet një koalicion i tillë, atëherë duhet me pas parasysh Partia Demokratike duhet me udhëheq me qeverinë. Por Haliti nuk përjashton mundësinë se larg syrit e mediave ka bisedime midis subjekteve politike opozitare për krijimin e qeverisë. PDK-ja dhe strukturat e PDK-s kanë biseduar edhe para zgjedhjeve, edhe do të ishte absurde mos me bisedu tani për të bërë bashkë. LDK-ja e cila sfundi ka probleme të brendshme për shkak që po kërkohet leadership i ri në këtë subjekt politik, ka mohuar zërat se kanë filluar negociatat me subjektet politike për krijimin e qeverisë së re. Pas shpërfaqjes së përçarjeve brenda këtij subjekti politik, zyrtarët e LDK-s nuk kanë pranuar të flasin para kamerës nëse problemet e brendshme pamundsojnë fillimin e negociatave me subjektet politike. Por prapa kamerës i thanë televizionit ton se kryesia ende nuk ka vendosur për një gjë të tillë. LDK-ja ndërkaq përjashton çdo mundësi të bashkëpunimit me vetëvendosjen. Ligjëruesi universitar i sociologjisë politike Bekim Selishta vlerëson si shqetësues faktin që partitë politike ende nuk kanë filluar zyrtarisht bisedimet për krijimin e qeverisë së re. Sipas tij, Kosova nuk e ka komoditetin që të zvarrisë procesin e krijimit të një qeverie stabile, për shkak edhe të ndryshimit të gjeopolitikave në rajon. Qeveritë
e që dojnë vend e vetë, qytetarët e vetë, i krijojnë institucionet e veta edhe fillojnë me punën sa më parë, sepse e dim, nëse nuk ka qeveri të votum prej ko vendit, asnjë punë nuk mund më vazhdu që shdohet. Ndërkohë, partitë politike që ishin në garë zgjedhore vazhdojnë akuzat e ndërsjella për manipulim të rezultatit zgjedhor. Në një operacion të gjerë policor janë arrestuar 16 të dyshuar për kontrabandë me armë përfshirë një zyrtar policor. Operacioni u krye në 21 lokacione në Mitrovicën e Jugut, Mitrovicën e Veriut, Vushtri, Skenderaj dhe Leposaviq. Gjatë operacionit janë sekuestruar 9 armë zjarri, 200 fishek, municione të ndryshme, pranga, thik, tyta të armës, telefona mobil e të tjera. Të arrestuarit dyshohen për veprat penale detyrim, import, eksport, furnizim, transport, prodhim, këmbim dhe ndërmjetësim ose shitje të paautorizuar të armëve apo materialeve plasëse. Marrëveshja për aleancë ushtarake me Shqipërinë dhe Kroacinë e arritur një ditë më parë, fillon së zbatuari menjëherë në përputhje me kërkesat e forcës së sigurisë së Kosovës dhe ushtrive të vendeve përkatëse, si dhe interesave shtetërore bazuar në zhvillime strategjike. Ish ushtarak të FSK-s e cilësojnë si historike deklaratën trilaterale mes tri vendeve, duke thënë se e njëjta do të parafrojë Kosovën edhe me NATO-n. Ngritja e kapaciteteve dhe industrisë së mbrojtjes, rritja e ndërveprueshmërisë përmes edukimit, trajnimit dhe ushtrimeve, rritja e angazhimit për luftimin e kërcënimeve hibride dhe përforcimin e qëndrueshmërisë strategjike, si dhe bashkërendimi i politikave për integrime euroatlantike, janë 4 pikat e deklaratës për aleancë ushtarake mes Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë. Ministria e Mbrojtjes së Kosovës tha për Radio Televizioni NJZ1 se kjo marrëveshje do të zbatohet në përputhje me kërkesat e ushtrive të tri vendeve si dhe interesave shtetërore. Deklarata trilaterale nënshkruar ndërmjet Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë përveç se hap rrugë bashkëpunimit të ngushtë në fushën e mbrojtjes, rrit dhe sigurinë. Pasi unifikimi në mbrojtje është mesazh për të gjithë ata që guxojnë të kërcënojnë paqen dhe stabilitetin në Ballkanin Perëndimor, por dhe sigurinë e vendeve nënshkruese të kësaj deklarate. Marrëveshja fillon së zbatuari menjëherë sipas dhe në përputhje me kërkesat e forcës së sigurisë së Kosovës dhe ushtrive të vendeve përkatëse si dhe interesave shtetërore bazuar në zhvillime strategjike. Nënshkrimi i deklaratës për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë u bë një ditë më parë në Shqipëri nga ministrat e mbrojtjes të Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë, duke u cilësuar si hap i rëndësishëm për forcimin e sigurisë dhe stabilitetit në rajon. Ish komandanti i FSK-s Kadri Kastrati thotë se bazuar në situatën globale të sigurisë, kjo marrëveshje është një fitore e madhe për Kosovën dhe e njëjta sipas tij do ta parafrojë vendin drejt antarësimit në NATO. Mund ta quajmë edhe marrëveshje historike për arsye se nëse diçka ndodh, atëherë këto tri shtete janë zotuar që do ta përkrojnë njëra tjetrën në aspektin ushtarak. Në anën tjetër, tash kur ballafaqohemi me mungesat të armatimeve, municioneve, Kroacia është një prodhues jashtëzakonisht i fuqishëm i armëve dhe makinerive ushtarake, municioneve. Për Kosovën do të jetë një përkras jashtëzakonisht i fuqishëm. Kjo do të jetë edhe akoma një mbështetje edhe më e fuqishme për Kosovën të sa më shpejt të ecë drejt rrugtimit në NATO. Se kjo marrëveshje përveç tjera shëndihmon Kosovën edhe në rrugtimin e saj drejt NATO-s, e thot edhe ish koloneli i FSK-s Afrim Veseli, i cili shtron nevojën për zbatim sa më të shpejtë të saj. Një aleancë e tillë shqiptaro-kroates, Kosovë, Shqipëri, Kroaci, është mjaft e rëndësishme në këtë kohë që po kalon bota në kuptimin e ndryshimeve të mëdha gjeostrategjike. Pra, marrëveshjet kur lidhen, është e rëndësishme që të fillojnë të implementohen. Andaj edhe konsideroj që do të ishte mirë që Ministria e Mbrojtjes e Kosovës, mbase nevojat e Kosovës janë më të mëdha, të bëni presion pozitiv në atë kuptim që sa më shpejt këto marrëveshje të fillojnë të jetësohen. Kjo është një parafrim edhe ndërvepërshmëri e nisiteve të FSK-s me dy ushtri të cilat janë
anëtare të NATO-s. Deklarata trepaleshe për aleancë ushtarake mes Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë ka ngjallur reagimin e ashpër të Serbisë, e cila tha se kjo aleancë paraqet kërcënim për sigurinë për popullin serb, dhe mbar rajonin. Bullgaria do të dërgojë një kontingjent ushtarak në Kosovë. Në Blagovgrad u mbajt ceremonia zyrtare për dërgimin e një kontingjenti të komandës së brigadës së tretë, e cila do të merr pjesë në forcën rezervë operacionale të forcës stabilizuese të NATO-s në Kosovë. Ushtria bullgare kontribuon në sigurinë dhe stabilitetin e Ballkanit Perëndimor, tha shefi i mbrojtjes admirali Emil Eftimov, duke vënë në dukje se 120 persona do të dërgohen nga komanda e brigadës së tretë të Blagoevgradit në zonën e misionit për të paktën 3 muaj. Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë ndaj një shqiptari me inicialet MI për shkak të dyshimit për krime lufte kundër popullsisë civile. I pandehur i gjatë periudhës 1998-99 në fshatin Osek Hyl të komunës së Gjakovës në bashkryerje me forcat serbe, ka kryer vrasje, dhunime, arrestime dhe keqtrajtime ndaj popullsisë civile shqiptare. Prokuroria ka propozuar gjykimin në mungesë për shkak se i pandehuri gjendet në arati. Mediat mësojnë se ai është Muharrem Ibra, i cili në vitin 2005 ishte paraqitur në Hagë si dëshmitar mbrojtës i kasapit të Ballkanit Slobodan Milošević. Ndërkaq i dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Peter Sorensen ka theksuar rëndësinë e ndriçimit të fatit të personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë, duke cilësuar këtë si domosdoshmëri humanitare. Familjet që ende presin të mësojnë për të dashurit e tyre meritojnë qartësi dhe drejtësi, prandaj çështja e personave të zhdukur mbetet prioritet për mua në dialog, ka shkruar Sorensen në platformën X pas një vizite që ka bërë në Institutin e Mjekësisë Ligjore. Por të zakonshme dhe jo me ndonjë ndikim të madh, po shihen mesazhet e emisarit të Bashkimit Evropian për dialogun Peter Sorensen. Sipas analistëve politik, diplomati danez po e përmbyll vizitën pa një ofertë konkrete. Profesori i integrimeve evropiane, Dritoro Arifi, thot se Sorensen e vizitën e tij të parë në Kosovë ishte shumë i rezervuar, derisa thekson se ka pritur se i njëjti do të paraqet një ofertë në tavolinë që nëse zbatohet marrëveshja e Brukselit, këto do të jenë hapat që do të ndërmerren për Kosovën. Pra nuk tha asgjë të re, janë gjëra të njohura si për palën kosovare dhe për palën e Bashkimit Evropian. Unë kam pritur që të ketë Zoti Sorensen të vije me një ofertë në tavolinë që nëse zbatohet marrëveshja nga pala kosovare, këto do të jenë hapa që do të ndërmirën, pra të ketë diçka më konkrete. Pra ose njohin nga Serbia ligjërisht obligueshme, gjë të cilën BE-ja po vret që nuk e ka atë mundësi dhe aftësi me e bër, atëherë BE-ja ka shumë lehtë që të paktën të bind vendet e BE-s ose 5 vende që të njohin Kosovën. Pra ne duhet ta gjejmë në gjithë që të lëvizëm tutje, sepse Kosova edhe nëse e zbaton sonte marrëveshjen, nuk e ka të garantuar integrimin në Bashkimin Evropian. Në anën tjetër, analisti politik Dorajeti Meri thot se diplomati danez në vizitën e tij në Kosovë ishte i matur në qëndrime, për shkak të, siç thot, ai po tenton të kuptojë se ku qëndron procesi aktual i dialogut. Sipas tij, në bazë të mesazheve të Sorensenit, nuk mund të priten gjëra të mëdha dhe të jashtëzakonshme në dialog, në kuptimin e njohjes së pavarësisë nga Serbia si dhe formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Vizitën e Sorensenit në Prishtinë duhet ta shohim në shumë perspektiva. Gjëja e parë që është shumë e rëndësishme të përmendet është fakti se ai e sheh dialogun si të rëndësishëm për palët dhe se fakti që e ka cilësuar si një nismë të mbarë tregon se ai ka marrë me gjas konfirmimin se ne duhet të vijojmë edhe me tej me procesin e dialogut. Një çështje e rëndësishme që ka përmendur ai dje para gazetarëve është se pretendon se do të ketë një çështje të re në bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë dhe se palët do të zbatojnë atë që për to është e zbatueshme.
Kjo nuk kupton që nuk do të mund të kemi gjëra të mëdha, të jashtëzakonshme. Pra me këtë nuk kupton që nuk mund të presim as nga Serbia që të njohë pavarësinë e Kosovës, sikundër që nuk mund të pritet as nga Kosova, që do të themeloj statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, dhe se sipas europianëve mund të bëhen gjërat e vogla, por nuk mund të priten diçka të jashtëzakonshme. Peter Sorensen, gjatë vizitës së tij të parë në Kosovë, është takuar edhe me liderët e partive opozitare dhe shoqërinë civile. Ai ka vizituar edhe pikat kufitare në mes Kosovës dhe Serbisë. Diplomati danez ka marrë detyrën si përfaqësues special i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi në shkurt të këtij viti, duke pasuar ish-emisarin Miroslav Lajçak. Shefja e politikës së jashtme dhe të sigurisë së BE-s, Kaja Kallas, javë më parë ka thënë se gjatë muajit mars do të shikojnë të funksionalizojnë dialogun dhe të shohin si të ecet përpara. Presidentja Vjosa Osmani ka mbajtur një fjalem në nder të ish-presidentit amerikan Bill Clinton, i cili u shpërblye me çmimin paqebërësi i shekullit nga World Forum në një ceremoni në Berlin të martën. Gjatë fjalimit, Osmani theksoi mbështetjen e palëkundur të Clintonit për Kosovën, duke cilësuar atë si pasqyrim të vlerave amerikane të lirisë, drejtësisë dhe demokracisë. Ajo kujtoi marsin e vitit 1999, kur qytetarët e Kosovës dëgjonin me shpresë fjalimet e Clintonit në radio, ndërsa përballeshin me tmerrët e regjimit të Miloševićit. Sot, fal luftës çlirimtare dhe lidershipit të botës demokratike, Kosova frymon e lirë dhe pavarur. Faleminderit President Clinton, jo vetëm për marrëveshjet e nënshkruara, por mbi të gjitha për jetët e shpëtuara, ka thënë Osmani, duke shtuar një falënderim të veçantë në emër të fëmijëve të Kosovës, brezi i parë që po rritet në paqe. Vazhdojmë me të tjera informacione. Komisioni Qendror Zgjedhor ka pezulluar Partinë Republikane për Ndryshime dhe Partinë Shpresa Demokratike pasi nuk kanë dorëzuar raportet financiare për periudhën 1 janar 31 dhjetor 2024. Por kundër gjobës së vendosur, të njëjtat nuk kanë dorëzuar pasqyrat financiare deri në afatin e parapar deri më 1 mars 2025. Megjithatë, për regjistrimin e plotë të tyre, u tha se do të vendoset pas një afati shtesë prej 15 ditësh për t'i dërguar raportet financiare. Drejtori i Zyrës për regjistrim, certifikim dhe kontrollin financiar të subjekteve politike, Besnik Buzhala, paraqiti arsyet para anëtarëve të KQZ-s për pezullimin e këtyre dy partive politike. Partia Republikane për Ndryshime me akronimin PRN është regjistruar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve si parti politike me datën 18/3/2021. Ky subjekt politik i regjistruar ka qenë i obliguar të dorëzojë raportin vjetor financiar me 1 mars të vitit 2025 për pasqyrat financiare që përfshin periudhën 1 janar 2024 të 31 dhjetor 2024. Duke qenë se ky subjekt politik nuk i është përmbajtur afatit të përcaktuar me ligje për financimin e subjekteve politike, zyra ka shqiptuar gjobë ndaj këtij subjekti politik, ku e ka obligu që brenda periudhës prej 15 ditësh ta sjellë në zyrë raportin vjetor financiar. Me qenë se subjekti politik Partia Republikane për Ndryshime këtë raport nuk e ka dërguar brenda afatit të përcaktuar në vendimin për shqiptimin e gjobës, zyra i rekomandon Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që të pezulloj subjektin politik Partia Republikane për Ndryshime, ta obligoj partinë politike të regjistruar që në afat shtesë prej 15 ditësh të dorëzojë raportin vjetor financiar. Të njëjtin rast kemi edhe të subjektit tjetër politik i regjistruar po ashtu, i cili është regjistruar nga KQZ-ja me 6 tetor 2023, bëhet fjalë për subjektin politik Shpresa Demokrate. Po ashtu edhe ky subjekt politik i regjistruar nuk i është përmbajtur detyrimeve ligjore. Ndërsa kryetari KQZ-s Kreshnik Radonici, i pyetur nga gazetarët, nuk pranoi të komentoj vonesat e mundshme për certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit. Presim vendimet e PZAP-s. Lëvizja vetëvendosje të hënën ka dorëzuar ankesë në PZAP duke kërkuar anulimin e votave me postë të LDK-s, si dhe rinumrimin e votimit me postë.
Pas 7 ditësh, transportuesit nga Podujeva i kanë dhënë fund grevës pasi kanë arritur marrëveshje me komunën e Prishtinës. Pas ditën e së mërkurës, autobusët që po qëndronin para objektit të vjetër të komunës janë parë duke u larguar. Sipas marrëveshjes, autobusët nga Podujeva do të vinë deri tek xhamia e Llapit dhe do të kalojnë nga rruga Zagrebi për në stacion të autobusave. Gjithashtu do t'i paguajnë gjobat e marra nga policia për parkimin e autobusëve para komunës gjatë grevës. Kryetari i shoqatës së transportuesve tha për Radio Televizionin 21 se nuk janë të kënaqur me vendimin, por nuk kanë pasur zgjidhje tjetër. Nuk jemi plotësisht kënaqur me marrëveshje, po zgjidhjen tjetër s'patum, sa ata në rënera tje krejt, e thyrë vendimin që kjo ke mundshme mohin samafora ka tjekullore, që thash aty është Ministria e Shëndetësisë, stacioni trenit aty, stacion të autobusave, edhe këtimit njëtën të rasë. Që të kina rritet e smujtër, se na bolë kërku më këmgullje se o tortë janë, edhe na që mohi këtimin ka xhamia Llapit, po s'na pranun. Po s'na bon zgjedhje tjetër që një vjem rrugë, o tortë janë me pa transport, punëtor, zonsa, studentat. Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë ka filluar përgatitjet për testin ndërkombëtar PISA 2025, i cili këtë vit do të fokusohet në shkencë dhe sfidat mjedisore. Ministri Arbriena Gafsi theksoi se gjatë vitit të kaluar janë zhvilluar takime me shkollat, Institutin Pedagogjik dhe Fakultetin e Edukimit për të mbledhur sugjerime mbi përmirësimin e sistemit arsimor. Kosova ka nevojë të përmirësohet në fushën e matematikës dhe shkencës që të shënojë përmirësim në testin PISA që do të mbahet këtë vit. Kështu tha në konferencën ndikimi i PISA-s në informimin e politikave arsimore në Kosovë, organizuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit. Të dhënat e PISA-s e tregojnë se shumë simdhënës, për fat të keq, dhe këtu po flas në përgjithësi, jo në Kosovë, por përgjithsisht nga rezultatet e OECD-s tregojnë se mësimdhënësit kanë dështuar në ofrimin e mësimdhënies adekuate për nxënësit. Rreth 35% të nxënësve kanë raportuar se mësimdhënësit nuk kanë treguar interes për të mësuarit e secilit nxënës. Ndërsa udhëheci i Qendrës për Standarde dhe Vlerësim nga Mashti, Fatmir Elezi, shtoi se këtë vit Mashti do të shpërndajë rezultatet individuale në çdo shkollë. Elezi tha se janë përzgjedhur 239 shkolla nga 65 nxënës nga një shkollë e në total do të zgjidhen 7500 nxënës. Ky vit i PISA-s do të ketë një theks të veçantë të shkencat me një fokus të veçantë në mënyrën se si nxënësit përdorin njohuritë shkencore për të kuptuar dhe adresuar problemet e ndryshme klimatike dhe sfidat mjedisore. Drejtori i OECD-s për arsim u shpreh se nuk ka ndryshime në aftësitë matematikore në të gjitha vendet, duke përfshirë edhe Kosovën. Kur shikojmë rezultatet në nivelin e Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik, pavarësisht e rritjes së kërkesave për aftësi, nuk kemi parë shumë ndryshime në aftësinë matematikore. Madje gjatë 4 viteve kemi parë një rënje. Edhe Kosova ka parë të njëjtin trend. Megjithse në një mas më të vogël se sa mesatarja e Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik. Kosova ka qenë më e suksesshme në ruajtjen e rezultateve të saj gjatë pandemisë se sa vendet e tjera. Programi për vlerësim ndërkombëtar të studentëve është një vlerësim ndërkombëtar i aftësive dhe njohurive të 15 vjeçarëve. PISA vlerëson performancën e nxënësve mbi detyrat e jetës reale. Mbi 300 raste të reja janë diagnostifikuar me kancer vetëm brenda 2 muajve të parë të këtij viti. Ndërkaq bashkë me këtë shqetësim u rritën edhe rastet e vdekjeve të fëmijëve të prekur nga kjo sëmundje. Aty ku pretendohet që jeta të nisë, për dikë pikërisht në këtë vend ajo merr fund. Në dhomat e neonatologjisë brenda Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, ku koha rrjedh ngadalë, në çdo monitor që pulson ngjehet një histori ndryshe. Disa jetë të vogla që po luftojnë me gjithë forcën e tyre për të kapërcyer të gjitha pengesat.
Por me gjitha drejtori kësaj klinike Luan Morina tha se jo të gjithë po arrin të kapërcejnë këto sfida. Sipas tij, çdo vit numri i vdekjeve të parakoshme të foshnjeve vetëse po rritet. Është një fenomen në rritje, nga vitin e vit, po i numrit lindjeve të parakoshme. Nuk po flasim për rritje enorme, po nëse flasim me përqindje, atëherë mund të themi që kemi 1 ose eventualisht 2% më shumë rritje nga vitet e kaluara. Bashkë me këtë rritje të këtij fenomeni, na lindin të lashet të cilat do thotë janë sa i përket edhe rasteve e vdekjeve ose ekzekutusave të foshnjave. Sa i përket numrit të përgjithshëm të trajtimit dhe arritjes së rezultateve, klinika neonatologjisë bën maksimumin, por janë disa raste ku normalisht ne nuk mund t'ja dalim pasi që kemi të bëjmë edhe kryesisht me lindje ose me formatoritet të thellë. Po flasim për një shtatzani që ndërpret një orë 24, 25, 26. Përveç vdekjeve të parakoshme të foshnjave, qytetarët po përballen edhe me një sëmundje të rëndë e cila po merr jetë. Onkologu Blerim Gjonaj vë theksin se numri i rasteve të diagnostifikuara me kancer po vazhdon të rritet. Vetëm në 2 mujorin e parë të këtij viti u regjistruan mbi 300 raste të reja. Në 2 muajt e fundit janë parafërsisht mbi 300 raste të reja. Nëse e krahasojmë këtë numër me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, është parafërsisht i njëjtë, por me një tendencë në rritje. Faktorët që ndikojnë në shkaktimin e sëmundjeve janë multipl të ndryshëm fizik, kimik dhe biologjik. Ndër faktorët kryesor që ndikon në përkeqësimin e gjendjes për persona që janë të prekur me kancer është ajri i ndotur, vlerëson mjeku i përgjithshëm Rushit Ismaili. Është kancerogen ajri i ndotur, është kancerogen duhani. Mirë po, ari thash që ne nuk kemi në gjendje dhe ta kontrollojmë sa dohet, përveç asaj që ne mund të dalim në ambientet e pastërta, kurse pirin e duhanit mund ta kufizojmë, mund ta lëmë, mund të mos shkojmë në ambiente ku pihet duhani, po më rëndësishme është që ligji të jetë më i rrept për ndalimin e duhanit në vendet ku grumbullohen njerëzit, sidomos në kafeteritë dhe restoranet. Tani ne jemi në Prishtinë dhe jemi në këtë arë që jemi, janë mekanizmat e tjerë që do të merren me këtë çështje dhe ta rregullojnë cilësinë e ajrit. Mirë po, ajo që do t'i thosh atë qytetarëve, pacientëve, është që sa të kenë mundësi të dalin në ambientet e pastërta. Për shembull, mund të shkojnë në Grëmi për një ecje ose mund të shkojnë në vende tjera, në përfshatra, atje ajri është më i pastër. Rreth 30 raste të dhunës në familje janë raportuar në policinë e Kosovës vetëm në gjysmën e muajit mars. Në Institutin e Politikave Sociale thonë se ky është një dështim institucional, përderisa psikologë vlerësojnë se fëmijët që rritën në ambiente dhune përballen me vështirësi të socializimit. Në stacionet policore të Kosovës për ditë më shumë po raportohen raste të dhunës në familje. Vetëm në gjysmën e parë të muajit mars u paraqitën rreth 30 raste, gjë që përkeqëson gjendjen në vend. Gjatë vitit të kaluar rreth 3000 persona kanë raportuar për dhunë në familje, ndërkaq numri më i madh i viktimave janë të gjinisë femërore. Për vitin 2024, 2368 femra raportuan dhunën në familje në stacionet policore, ndërkaq 617 meshkuj. Në total, gjatë vitit të kaluar janë 2985 raste të dhunës në familje. Rritja e shifrave të dhunës në familje për rreth 25% nga viti në vit, sipas VFB Mujkut nga Instituti për Zhvillimin e Politikave Sociale, është pasqyrë dështimit zinxhiror institucional në trajtimin e rasteve të kësaj dukurie. Në fakt unë mendoj që kemi dështime të mëdha në rrjetin institucional komplet, si në dhënien e dënimeve, në vuajtjen e dënimeve dhe realizimin e të gjitha atyre pikave që parashihen në legjislacion. Dhe për pasoj kemi raste ka shumë të dhunës në familje. Për ndryshe, sikur të kishim pas një zbatim të ligjet nga gjitha institucionet dhe dënimet të cilat i meritojnë, ata dhe nusën mendoj që numri duhet të bjen. Sepse po flasëm dër vite dhe në qoftë se numri po sillet prej se sa vite 2000, 2200, 2500, 3000, atëherë këtu për një periudhë 10 vjeçare po del se diku një taku mbi 20.000 raste të dhunës në familje, që është një numër ekstrem shumë i madh. Kur flasëm vetëm për viktimat të dhunës në familje, pastaj aty janë të përfshirë edhe ushtruesit të dhunës në familje, pastaj janë edhe fëmijët, që është një numër ndoshta diku 70-80.000 persona të prekur nga dhuna në familje, qoftë direkt, qoftë indirekt. Por jo vetëm viktimat e dhunës i vuajnë pasojat. Ato prekin edhe personat përreth tyre ku më dëmtuarit janë fëmijët.
Sipas psikologës Njomza Hetemi, kur një fëmijë rritet në një ambient dhunues dhe abuzues, ai është i prirur të jetë më i mbyllur, duke hasur kështu edhe në vështirësi komunikimi. Fëmijët të cilët janë rezultat i dhunës në familje, janë fëmijë të cilët kanë vështirësi në interakcion me bashkëmoshatarët e tyre, po ashtu kanë frikë, kanë ankth, janë më pak të komunikueshëm, gjendja e tyre emocionale është më e rënduar, nuk shfaqet shumë stabilitet mbi emocionet e tyre, janë më të ndrojtur, më shumë anojnë ka fëmijët të cilët janë ma introvert, ma shumë dëshirojnë me najtë në një ambient më të vetëmun, sesa të bashkëpunojnë me të tjerët. Nga viti 2010 deri në prill të vitit 2024 në Kosovë janë vrarë 58 gra. Organizatat për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit në disa raste kanë fajsuar autoritetet për dështim në mbrojtjen e grave të rrezikuara nga dhuna. Në të shumtën e rasteve, autorët të vrasjeve kanë qenë bashkëshortët. Për informacionet më të fundit, klikoni në adresën tonë të internetit rtv21.tv. Mirupafshim.